Duke ju falendëruar si gjithmonë për vëmendje, përsëri do të takohemi të premten e javës tjetër. E deri atëherë ju e keni Shkëlla 3 Showbiz, nga unë Albina, natën e mirë. Zemra Dardanis erdhi gjatë kësaj jave nga Edona Llalloshe. Producenti kësaj prurje të re është vëllau i Edonës, Milot Llalloshe, ku i njëjti ka realizuar teknikun, audio-videon, kurse për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Shpeta Sound. Sa një rrim me plum guj, sa e ko nevoj të i kështetit të fërgjuj. Diona Fona ka bashkuar forcat me Ish, Marin, DJ Mac e Crash Dummy Albo. E kanë publikuar një projekt që ja kanë bashkangjit edhe videoklipin, që për vizualizimin e tij u përkujdes Bdot. Tekstin e kësaj prurje të re kanë shkruar vet ata, Diona, Marin dhe Ish, kurse biti u punua nga Crash Dummy dhe DJ Mac. Nëse ki probleme shokin, hands up in the air, matë mirë se polici glokin. U diskutua shumë lidhja e tij me Lelën, bëhet fjalë për Leon, i cili duket se përveç anës personale, po aktivizohet dhe në atë profesionale. Por këtë herë ka diçka të re në privatësinë e tij. Ndiqni këtë video e mësoni se artisti e la pas të kaluarën e tij me Seferin e ka filluar me shiju një tjetër romancë. A je në lidhje? Hallo Leo. Hej. Shqepa Deutsch. Możesz dusz wykonać albanischen of Deutsch, kein problem. Cili moment është për ty, I made it. Definitiv kur kom lef spielen. Was motiviert dich weiter zu machen, wenn es nicht mal gut läuft? Abschalten, positiv denken, meistens höre ich dann einfach Musik, lese ein Buch oder zock einfach. Çka e ke vetë që gjibetin për herë të fundit? Sa baklava bahen Bayram. Früh aufstehen oder spät schlafen gehen? Boah, definitiv spät schlafen gehen. Kafe apo energi? Kafe. Bionde apo brune? Brune. A je në lidhje? Nashta. In welcher Stadt war dein bestes Konzert? Boah, mein bestes Konzert war auf jeden Fall in Wien zu meiner Anfangszeit, als ich mit Musik angefangen habe und die Crowd war krass. Was geht in Wien? Kur del koma e re? Prill. A e ke këshirë Big Brother të rama si që ke dollë prej shtëpia? Vetëm momentet më të bukura që më kanë shfaqur në TikTok ose që më kanë dërgu, por ndryshe prajmet nuk i kom pëlqyer. Çka fitove nga Bigo? Shoqëri, fam, lek apo dashni nga publiku? Prej gjitha ka pak, po sidomos dashnia prej publikut, je dua. Beende den Satz. Das Beste in meinem Leben ist... Das Beste in meinem Leben ist meine Familie. A kështë morë pjesë prap me naj format t'il? Nashta, si dje. Dhe cilën person kështë dosht me ndru jetën tonë për një dit? Me Donald Trumpin. Me i regullu do sana se diçka në botë nuk të shku në regull. Danke Leo! Faleminderit juve për këtë pyetjet, ju dua shumë. Peshat këtë jën fulli klek, si Tupac, muj me dorë dhe me t'njek si kur Spak u publikua nga Skama, tekstin e së cilës se ka shkruar vet artisti shqiptar. Biti dhe instrumentali janë punuar nga Madenka, producent është Apollo, kurse ana vizueli u realizua nga MVC Production. Peshat këtë jën fulli klek, si Tupac, muj me dorë dhe me t'njek si kur spak. Dafina Zeqiri po vazhdon të jetë aktive në skenën muzikore. Ajo pak ditë më parë erdhi me Thuje, tekstin e së cilës se ka shkruar Indri Dode, Angelo Muharremi dhe Ron Krasniqi. Producent të kësaj prurje të re janë Dear Sulejmani dhe Indri Dode. Videoklipi u realizua nga Basement. Asnjëherë se kam mendu. Me balagjat kësaj jave erdhi edhe Luizi, asnjëherë u publikua me tekst nga vet Ailey, i cili ka bërë dhe muzikën e këtij projekti. Kjo prurje e re deri më tani ka arritur të klikohet në afro 110.000 herë. Kana krap, unë gjithmonë do të kujtoj. Ani
animoi Kosovë erdhi nga dyshja Jozef Përvorfi dhe Brigita. Tekstin e këtij projekti ka shkruar vetë Jozefi, i cili është dhe producent së bashku me Lolo 79. Edhe instrumentali u realizua nga Jozef, ndërsa ana vizueli u punua nga AS. Flas me ty si me zemrën dashuris E shpirtis të lele, po du me pas. Janë afruar ditët kur Fifi do e mbaj koncertin e parë që do të titullohet Me lapse letër. Me ty vuj, la shkolle mu pa frym. Këngëtarja zbuloi që me ekipin e saj janë duke punuar vazhdimisht intensivisht në këtë projekt spektakular. E ko marrë vendimin me bo një gjë spektakolare. Ndishni pak nga prapaskena të përgatitjes së fundit, derisa kanë mbetur vetëm edhe 22 ditë. Që s'ka me rëndi kamera. La sera non ti spagnas, ho provo che da falla. Durante jemi sove, me kati jemi plafenu. E dashur du me t'ni qytete, kuj vetë shumë, më mdoke që jonë, si kopatja jote. Si unë djeve për herë të parë që e këndove aktin 1. Shumë emocionuar. Imagjino emocionuar jam të nuk fa njerës.